Më ka vënë dikush prej mrapa me një stëvës. Jem ka dalë tjetëri për para që magistrale, ka tentu me mbitë me kerë. Aje më kërthujnë ma shumë për mëdhem, që aje që konë vojzë ato. Ta janë familje fajdegjinë, në krejt qyteti ka probleme me ta. Na e këna thonë që ne këna blej për unën para se me pasje. Po dhe tek e fundit aje ju t'ja nuk është. Do me ta shi 3 milion euro tashe. Jo, ti sa me merr ato. Me zërë sën ma merë, sa e kom me ti kur dush më nuk me do e jam. Liridon Osmani, princa i dedin, ka deklaruar se me datë 20 maj, në prani të vajzës së tij të mitur, është nga 2 persona të maskuar. Ai ka thënë se 2 autorët kanë qenë të nxitur nga, siç i quan ai, personat që merren me fajde. Për më shumë, ndiqni rrëfimin e tij. Së gjithmoni kemi dëgjuar që ditën e marë keni përballë me një incident. A mund të shma tregu se çfarë ka ndodhur para 2 dite? Po, ditën e marë dhe më parë tje, jem konë të dërgu vajzën në këpsht, rreth orës 8:55, jem konë të bisedu me një shak para kopshtit ato, e kom kry bisedën me ta. Momentin që më shku në nëmën tjetër kerët, nëmën e djathtë mja hop vajzës derën e kerët me marrë me hequ në këpsht. Dikush prej mrapa me një bejsbollit, njerë se kom po. Jem ka dalë tjetëri për para se më ka fshtil. Jem mënuar me atë më ballafaqu, nuk kom ujtë se më ka vit prap kë mrapa në kokë edhe për para tanaj. Edhe më ka hup 90% të vedia, jem kom prap i vedeshëm. Edhe kam fillu edhe që ashtë të përsërate. Po prap se më ka hup krejt vedia, dhe jenë i kom një atë që i shoku që ka vërtit është njëri me vojzë, edhe ato mësuesit që ndalë për kopshtë e kam po krejnë gjarën ato që ka qenë. Dhe me thonë jenë konë 2 personat maskum. S'ke mujt me i pa ftyrat e tyre ose diçka? Jo, s'ke mujt, po në bazë po me fizike trupit, dhe me thonë se na ato më shtarëthuj se e njohën krejt njën me tjetërën, në po me fizike unë e di edhe kështë janë personat, cilë të më kanë së. Po e që mësë me ditë që të janë kanë qenë personat, unë e di që është për familjes Gërbeshin. Me asa po kuptoj ti mundesh me identifiku kush janë kanë ata që me emër mbi emër, apo veç në bazë trupit, e den? Po. Edhe, a kanë thonë diçka gjatë asaj kohë sa të kanë? Sa shumë kanë, veç më kanë. Pra vërësisht sa ka zgjatë kjo? Vëllohi s'di, se tani mënët me nashta dhe 20 sekunda, nuk jam i sigurt, apo kupton? Se gjatë qasoj kohë, të më kanë ngritë me shumë. Edhe vajza i ka po? Po, krejt i ka po vajza. O besoj që ajo ka përjetu shumë rëndë, normal. Ajo më kërthujnë ma shumë për mëdhem, që ajo që konë vajza ato, se mësë me konë vajza, shambull ajo është problem, ajo jem burra dhe ajo burri që është burë del balë për balë, jo me moskë se kur i me fmi, pa ta në ryshë s'ka ngëzohë me dalë me ballafaqu me mu, për balë, se më kam pas qëtë ditë 24 orë në qytetim, për kanë gjithë që të mënyrën ma të ligë. Se gjithë kështë e ka bëzënat bërnin e vete që është. The që mundesh me identifiku 2 persona që të kanë së, a besën që kanë lidhje të afërt me familjen që po thuhet që i kanë nxit këta? Po, normal, njënë është i familjes tyne, po edhe njënë është i afër me tyne. Njënë është i afër me tyne dhe dhe mënë që paguhet për tyne. Me bo probleme se nuk është tjera paraj që ka rast veç me mu. Mu kanë se tjerë persona, kanë kërën e përvështre. Sa ta janë familje fajdegjinë. Ta shkërpëthu fajdegji, për nga të regojnë qysh ke problemi jutë me ta, për çka erdhë? Puna jonë, dhe më në rast jonë me fajde, nuk lidhet. Po ne për shkak një prune që e kom blejnë në vitin 2022, e ka pas të tash me të në zonë, që për shkruin që është në zonë e ka pas të tërkësht, në vitin 2022 e kom blejnë, edhe një prunë, edhe një prunë tjetër pak tjetërën e kom blejnë, dhe më për i 2 pranarve, po këta kanë pretendu që është e tyne, edhe na kanë qunë njerës për këtë punë, 3 por njerës na i kanë dërgu, na i këna thonë që na e këna blejnë prunën para se me pasje, po dhe tek e fundit aje ju t'ja nuk është. Që më nësh me shkru e në zonë, ma kanë shkru ato e blejme, kishe gërbeshi. Gjatë kohë sa ka qene jotja, ta ka shkrujt e blejme? Po ne nuk jem, për shambull dhe të me shkru edhe një institucione me lajmëru, edhe atër kër e kom bo me pason vitin 2022, ata shambull institucionet e sigurisë dhe me unë ta lipin fletën për së du,
Unë e kom pas marrëveshje që në deri në fund vitit 2022 me bëu krejt pagesën me kry. Edhe ka për çat arsye, unë e kom treguar. Dokumentat i kitë çfarë është puna jote, ja? Po. Mirë, po e gjatë kohës që tha që të kanë quajtur njerëz, çka kanë thonë? Ata kanë pretenduar që shembull e ke ditë që është në zonë, ja unë i thash edhe ti e ke ditë që unë e kom blet, anaj ti e hime në zonë atë, se te tërkosh e ka pas para tyne. Unë e kom blet tukën, te tërkosh kërë ka pas ato. Pronar kur ka një pushtite? Jo, pronar jo, po që i kanë zonë, po me ata e jam kam lidhje familjare dhe adin... Jeni marrë vesh, oke. S'ka pas problem, se ata s'kan pas pretendime me më thonë nga i sa një është diçka. Ata u kom, adin s'ka pas kërfar problemi, kur. Se jam në familjarisht dhe më, ta nuk është problemi veç të, ne? Ta kanë probleme me krejt qyteti ka probleme me ta. Po cila u kanë kërkesa e tyne derisa me ardhën në çdo gjendje që po pretendojnë që të kanë solucionuar fizikisht? Kërkesa e tyne u kanë veç me ulon prunën. Me ulon, me fala, me shitje fare. Unë se kuptova, ne ata kanë me ulon prunën, thash me ulon prunën, unë e kom lek. Po. Tha jo, me ti dhon porë ta që i ke dhon. Çfarë sa e ke bli me ti ata? Çfarë sa e ke bli thash, në hisë nuk kam. Është bëllina 5 lozën atë, 5 ishte dorë, nuk kam nevojë edhe me shiti tërkan atë nisën. Dënë, unë nuk e kam prunën për me shit, dënë me ta shit po. Mu ka bo goti 850.000 euro veç kredi ku mo. Edhe vazhdini kam jashtë 30 vite. Krejt që i kanë torna, që i kanë kreti këna investu në kësu. Ta është goti me kredia me këtu, goti 1,5 milion. Dhe me ta shit 3 milion euro ta shes. Jo, ti se në merë ato. Me zërë sënë ma merë, sa e kom me ti kur dush më nësh me prune jam, ja. Do më thënë këto ja këto nëpërmjet njerëzve që ti kanë qytë ty? Ime dhe në shku mi kanë lënë firrat ato më prunën, i kom lajmëru policinë 3 herë. Po thuj që të kanë provokuar me i parë? Po, normal, më kam, po. Edhe ashtu përballje, ballë për ballë, njëra prej tyre ke pas këtë herën kur të kanë kërkuar. Po. E përballje tjera ke pas nëpërmjet njerëzve? Po, nëpërmjet njerëzve edhe në qytet janë ato aku, po kur në jetë nuk kanë, adin s'kan ndërmarr ndaj vetë. Po, ja s'kan goxhu, shkurt e shep më ndol për ballë. Okej. Edhe denoncimet i ke bërë për shkak të që i ka vendosur skirat në prunën tonë. Për që i kom po skirat ku, policia që i kom lajmëru në për skirat për para veprimi s'ka ndërmarrë. Mas pore kom lajmëru rrasë që më ka mes telefonit. Rrasën e dytë që u dalë më ka nalë në rrugë. Edhe prap rrasën e tretë dajagimit e kom lajmëru që në magjistrale, ka tentu me kërë. Edhe mrena 2 minuta vë 3 njëtën ku, mësë më vojnë para 2 jave, edhe të vëmolle, të rejtë i gojbulës në që, të më 2 herë ka tentu me kërë, e kom lajmëru prapë as policia një rast. Biç ka tentu, do më thonë së është që i lëndua ditë? Jo, se nuk ka posë do me shambull, po ka tentu, po në jem ikë mësë në më rrugë. Po aktualisht, shiki Gjandjen, së na jemi përballë, do më njëm hapësirat e QKK-s? Gjandjen, që shpesh edhe vetë. Ata në gjatë, kërë më ka ndolla ditë në pritë, gjatë të në kohës, në krejt pjesë të trupë. Shamë në kohë, kam marrë edhe lëndime kështë qepje, edhe kam trauma, kam qafë, në dorën e djathë, në komën e majtë e kam thyme, po kështë në përgjithësi në krejt trupën. Pra se është denoncuar policia, tash vazhdojnë procedurat, besoj. Po besoj që vazhdojnë. A i kanë ndalë me naj mas para burgimi a diçka ditën kur kanë ndodhur? A i shqiptu naj mas? Jo. Ne qatë ditë më unë kërë më kanë ndalë, më kanë ngritë mu, atë të kofshte që këmë që vojzën, ata qatë ditë në kone kanë prapi kanë lanë veturat atë në prunën tonë.